dhe Amarisi kemi krijuar një raport shumë të mirë me njëra tjetrën. Aq i mirë është raporti, ne flasim, unë flas për punën time, për vështirësitë e mia, si e kaloj ditën, të njëjtën gjë bën dhe Amarisi. Ashtu sikurse ja kam shpjeguar që suksesi apo jeta publike vjen me këtë lloj kostoje. Por nuk është ky treguesi. Prandaj nëse do të vritesh në rast se këtë gjë e thot gjyshja dhe gjyshyt, e thot mikesha ime më ngushtë, e thot tezja jote, e thot pra njerëz që realisht na duan, kujdesen për ne dhe duan të na shohin mirë, vetëm atëherë shqetësohen nëse ka një koment negativ për mua. Po nëse është masa dhe thot një koment që nuk hyn as në gjykimin tënd që ti ke për mua, qëndro e qetë, po këtë ja kam dhënë fakt dhe si leksion për veten e saj, sepse brezi i Amarisit është një brez që ballafaqohet me paragjykimet shumë më tepër se sa brezi. Dhe fatkeqësisht i lexojnë gjatë gjithë kohës komentet, sepse janë gjatë gjithë kohës me rrjetet sociale, me celulare, çdo gjë tjetër që ti nuk e